Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Nëse ju pëlqen kjo video në fund, bëni një subscribe. Miqtë e mi, sot është e shtunë, data është 14, muaj i 3 vitit 2026, muaj që po e lëm pas dhe vit që po e lëm pas. 3 muaj. Asgjë nuk ndryshon në politikbërjen shqiptare këtu në Maqedoni, as në atë maqedonase, përveç që VMRO për ne po i forcon radhët e veta tek elektorati me antishqiptarizëm. E çfarë bëjnë partitë politike shqiptare? Janë në një, do këshin thënë, me në paus. Nuk është fjalë e rëndë, por është shumë fjalë e butë. Dhe bëjnë PR. Atëherë, unë do ndalem pak në atë që quhet Izet Mexhiti. As se njoh, njerën duke të kam takuar dhe asgjë më shumë. Ishte 22 vite me BDI, tash u rikthye sërish kryetar komune në Çajër. Ai e di pse. Shumë çka mbeti ose pa përfunduar, ose pa i çuar punët deri në fund, pra pa realizuar atë që planifikonte. Dhe mbahet se është baba. Nuk është baba. Baba është i jetim në Vlen. Është dikun, por nuk është këtu në Maqedoni. Dhe sot ka 2 deklarata, do këshin thënë nga fshatrët e Gostivarit, shumë seksi ka deklaratat. Çfarë seksi xhami, shumë seksi deklaratat i ka. Tërheqsi. Çfarë mendon? Dhe këta që ja bëjnë PR-in se ka njerëz që ende e han barin për Kolomboç? Kjo është shumë interesant. Dhe ja se për çka bëhet fjalë. Doli sot dhe tha, shtëpiaku të regua, domaqin, zhvendosja drunjve nga Universiteti Nëna Teresë në Parkun Rilindja. Pra, kinse është ja, kursimtare kështu më, pas tër PR. Vetëm një gjë, nuk e thot, argument ekonomik, këtu është tepër i diskutueshëm. Pra, PR ekologjik apo logjik ekonomike. Deklarata Izet Mexhitit për zhvendosjen e drujve nga hapësira, ku do ndërtohet kampusi i Universitetit Nëna Teresë drejt Parkut Rilindja në Çajër, të ngullon mirë në planin komunikues, por praktikisht ka disa pikpyetje serioze. Mesazhi është i qartë, zhvillim urban, por pa sakrifikuar natyrën. Megjithatë, pas këtij mesazhi pozitiv, thojza lind një pyetje shumë praktike. A është kjo zgjidhje realisht ekologjike dhe ekonomike apo thjesht një veprim simbolik për efekt publik? Fillojmë atëherë. Argumenti ekonomik është i diskutueshëm. Zhvendosja një druri të rritur nuk është e lirë. Ky proces, pra, zhvendosja e drurit nga UNT në Parkun Rilindja, përfshin shkolljen me makineri speciale, transportin me kamion të mëdhenj apo mesatar, përgatitjen e gropave të reja, sistem të veçantë ujitje dhe stabilizimi. Në shumë raste, kosti e zhvendosjes, pra harxhimit së një druri të madh është më i lartë se sa mbjellja e disa drujve të ri. Për më tepër, një pjesë e drujve të zhvendosur nuk mbijetojnë. Dy ka edhe aspekt biologjik. Drujt e rritur shpesh pësojnë shok transplantimi. Nëse nuk bëhet në sezon të dur dhe me procedura shumë profesionale, përqindja e tharës mund të jetë e lartë. Dhe cili është elementi politik i deklaratës? Kjo lloj deklarate zakonisht synon të jap mesazhin. Nuk po presim drujt, po ruajmë natyrën, po shtojmë gjelbrim. Pra, edhe është më shumë një mesazh ambiental dhe politik se sa një analizë e kostos reale. Pyetja që parashtrohet publikisht. Nëse kjo trajtohet mirë gazetareske, pyetjet kryesore janë: sa kushton zhvendosja një druri? Sa është buxheti total për zhvendosjen e 40 drujve? Cila është përqindja mbijetesës së tyre pas transplantimit? A është bërë analizë nëse është më lirë mbjellja e drujve të ri? Ideja për të mos prerë drujt është pozitive në parim, por pa transparencë për koston dhe suksesin e transplantimit. Kjo mund të jetë më shumë PR ekologjik se sa zgjidhje reale mjedisore. Dhe fundit, o Bilal, tregoj be Izetit si pritën drujt? Kur gjë, u hapish njerëzve tu për të ngrohë dhe kështu me radhë. I shkuli, kretë Bilalli që ishin ata dhe i lejoj që të shkullin të monopoli. Më flasim në për qytet. Dhe cili ishte margaritari i ditë? Unë prapë vazhdoj që të kërkoj dhe do kom nguli
sepse nuk ka mundësi që ti takoj në konferenca përshtypje, Izeti është në Shkup, Bilali këtu nuk lejon që të më thrasin mua, dhe ja. Izet Mexhiti sot është takuar me ish këshilltarin e Trumpit, Christos Marafatsos. Ose gjë e keqe. Mirë po, kush është Christos Marafatsos, ish këshilltari i Trumpit? Personi me cilin Izet Mexhiti, kryetari aktual i komunës së Çajirit, sot është takuar, Christos Marafatsos, nuk është zyrtar aktual i qeverisë amerikane. Pra nuk ka portofol shtetëror si ministër, ambasador apo këshilltar zyrtar në administratë. Ai është kryesisht biznesmen dhe figurë politike në rrethin republikan pranë Donald Trump. Çfarë pozite ka aktualisht? Aktualisht Christos Marafatsos, roli i tij kryesor është kryetari i organizatës Grek-American for Trump, një organizatë politike e diasporës greko-amerikane që mbështet politikisht Donald Trump. Biznesmen dhe këshilltar strategjik në investime dhe real estate, pra shit blerje, shtëpi, troje, kështu me radhë, që punon me kompani dhe investitor ndërkombëtar për projekte ekonomike. Antar bordi në disa organizata konservatore amerikane si CPAC, Bienvenido dhe organizata të tjera politike në SBA. Aktiv në rrjetet e biznesi dhe diplomacia ekonomike që lidhin SBA me Evropën dhe Mesdheun. Çfarë ishte më parë? Gjatë administratës së parë së Trumpit, ai ka pasur rol jo formal këshillues, sidomos për politika ekonomike, tregti ndërkombëtare, lidhje me diasporën greko-amerikane. Pra, realisht nuk është zyrtar i qeverisë amerikane sot. Është lobist politik dhe biznesmen me lidhje në rrethin republikan dhe me njerëz pranë Trump. Çfarë peshë politike ka? Ai konsiderohet pjesë e lobit greko-amerikan në Washington, me akses te figura republikane disa qarqe biznesi, por nuk përfaqëson zyrtarisht SBA. Me pak fjalë, takimi më shumë është kontakt politik dhe biznesi me një figurë të diasporës dhe të rrjetit të Trump, jo takim me një funksionar zyrtar të administratës amerikane. Ka një arsye pse politikanët në Ballkan bëjnë shpesh foto dhe takim me njerëz si Christos Marafatsos që janë pranë qarqeve politike në SBA. Nuk është rasti. Ka 3 qëllime kryesore politike. 1. Legitimitet politik, mesazh për publikun. Kur një politikan lokal si Izet Mexhiti publikohet me një person që ka lidhje me rrethin e Donald Trump, mesazhi që dërgohet është kam kontakte në Washingtonin. Kjo përdoret për reputacion politik në vend, ndikim në media, forcim të pozitës brenda partisë ose koalicion. Shpesh publiku e interpreton si takim me administratën amerikane, edhe pse realisht nuk është. 2. Kanale lobimi. Figura si Marafatsos janë pjesë e rrjeteve të lobimit në Washington. Politikanët ballkanik kërkojnë prej tyre lidhje me kongresmen ose senator, hyrje në konferenca politike në SBA, ndikim në organizatat e diasporës. Pra, nuk është diplomaci zyrtare, po network politik, rrjet politik. Lidhje me investime dhe biznes. Shumë prej këtyre figurave janë biznesmen ose ndërmjetës së investimesh, takimet shpesh shiten si investime të mundshme, bashkëpunim ekonomik, projekte energjetike ose infrastrukturë, por në shumicën e rasteve kanë mbetur këto takime simbolike pa projekte konkrete. Takimi nuk do thotë se Komuna e Çajirit ka lidhje direkte me qeverinë amerikane. Është më shumë kontakt politik me një lobist greko-amerikan dhe figurë të rrjeteve republikane në SBA. Pra, pralla për natën e mirë, Izet Mexhiti. Dhe është koha që të prononcosh. Me kënd je në luftën Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos na sill njerëz të lobeve e kështu me radhë. Me kënd je shumë thjesht, dil para kamerës thuaj, në luftën Iran-Amerikan e përkrajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo atë që thot sintagmën edhe qeveria dhe krejt. Jo. Edhe Vleni. Vleni nuk ekziston si parti politik, është koalicion. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, 2 margaritarë sot. Shkullin e drujve dhe mbill ka te parku Rilindja, e pastaj me siguri do del ndonjë i zgjuar i mençur si te Bilali në administratën e Bilallit ekonomike dhe do bëjnë matematika të tjera. Kaq na ka kushtuar kjo, kaq na ka kushtuar ajo dhe kështu me radhë. Por, ajo që ka befasuar sot është deklarata e Pendarovskit, ish kryetari të Republikës së Maqedonisë. Tha, gjuha shqipe është zyrtare në Maqedoni. Do të jetë problemi i madh nëse gjykata kushtetuese do ta shfrytëzojë. Pra, ish presidenti i Maqedonisë Severi Steva Pendarovski deklaroi në TV1 se gjuha shqipe është zyrtare për shkak të përqindjes së shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni. Sipas tij, përdorimi i shqipes është rregulluar përmes ligjit për gjuhën, i cili është ndryshuar disa herë për të përmirësuar të drejtat e komunitetit shqiptar. Është zyrtare për shkak se 20% të njerëzve që jetojnë në këtë vend. Ndërkohë ne kemi pranuar 2 gjuhë juridike. Është ligji kryesor në anglisht, por është edhe ligji në shqip në esencë. Ligji i parë mendoj se është në vitin 2008 dhe i fundit është në vitin 2007 e diçka. Pra ne kemi ndryshuar këtë ligj disa herë duke përmirësuar të drejtat e shqiptarëve. Çfarë ndodhi ndërkohë?
Dikush supozohet një dietar I thjesht I panjohur publikun ka paraqitur një mocion para gjykatës kushtetuese duke thënë se ligji për gjuhën shqipe nuk është në përputhje me Kushtetutën dhe ka kërkuar azhësimin e këtij ligji. Gjykata kushtetuese tashmë ka planifikuar një seancë për këtë çështje dhe të jetë problemi I madh nëse ata do të azhësojnë këtë ligjin për gjuhët, që kësaj nuk është në përputhje me Kushtetutën, deklaroi ish kryetari I Maqedonisë Pendarovski. Megjithatë, Pendarovski theksoi se problemi kryesor mbetet zbatimi praktik I ligjit, sidomos në institucionet dhe në sistemin gjithësor. Shqiptarët mund ta përdorin këtë gjuhë, por në shumë raste nuk e shohin zbatimin e plotë në institucionet dhe gjykata. Është e rëndësishme që të pyet nëse këto të drejta do zbatohen në jetën e përditshme, ka thënë ai. Pendarovski shtoi se nëse ligji për gjuhët mbetet vetëm në letër dhe përdoret për propagandë politike, atëherë nuk I shërben qytetarëve që duhet të përfitojnë nga këto të drejta në praktikë. Artan grupi, BDI, çfarë nuk na sollot? Telashe. Bile ato non peperat që shkruani ande këndej, nuk besoj se ju besojnë njerëzit, nuk besoj. Sepse shumë shka mbeti nga ju e pa përfunduar ose e lënë në gjysmë. Dhe nga jo që sot, më kanë thënë nga vëmërët e pëmne, tu dega në Tetov, I kanë kërkuar, ata që bisedojnë në emën të komunës dhe vëmërët e pëmnes, një drejtori të shkollet e mesme të jetë nga bloku I koalicionit vëmërët e pëmne. Ta të pushtetit lokal janë rëstiturë se kanë një në shkollën e mesme bujqësore. Jo, ajo është qeveritare. Pra, këta kërkojnë, si pas tyre të vëmërët dhe pëmnes, tyre ditve që njëra shkollë e mesme të ketë drejtor nga bloku Macedonas. Inshallah nuk va japin gjimnazi. Aty e kanë ata, sepse kanë investuar 900.000 euro. Ashtu tha dhe Bilal, bile ishe edhe unë në konferencë për shtyp, kur e prejnë shiritin e ish shkollës së mesme medicinale tash objektet e gjimnazit. Mirë po, ende përgjigje nuk ka, më thanë këta të vëmëros, të degës në Tetov nga pushteti aktual. E tek atëherë dhe plase shejtani në shishe. Pra, shumë shka. Dhe, ajo që bie ndesh me deklaratën e Konstantinovskët, pas të ka dhënë deklarata politike, jo deklarata juridike, qyteti I sigurt. Dëgjoni çfarë thotë sot Ministria e Punëve. Nuk ka sistem dëshkimi për automjetet me targa tuaja. Pra, ajde, muleni, thyni kërbeçarve, hini në kuqe, hini në punë të ju dënoj safesiti. E njëjta është, Konstantinovski është edhe për këta që janë në beje. Njëjta është. Ministria e Punëve ende nuk ka një sistem aktiv për ndëshkimin e shoferëve që përdorin makina me targa të huaj, pavarësisht se sistemi safesiti ka hyrë në fuqi që nga një shkurti. Deri tani nuk ka të dhëna për asnjë person të ndëshkuar që kjo kategori qytetarësh që përdorin kryesisht targa bullgare, serbe shqiptare apo nga Kosova. Edhe pse zëvendës ministri I Brendshëm që vjen nga radhët e Vlenit deklaroi se shkelet do të procesohen në pikat kufitare gjatë hyrjes daljes nga shteti, në realitet asnjë mas nuk është ekzekutuar ende ndaj këtyre automjeteve. Tu thënë Tetov, braçet të kush është problem, po të goje, no goje. Është një deklaratë shumë të fortë, mësuesi fizkulturës. Okej, nuk është okej. Po tash do ndalemi në atë që Arben Taravari vazhdon si opozitar të bëj show-n e tij politik. Ai thotë se është kryetari I Aleancës për shqiptarët. Edhe Sela thotë se është kryetari I Aleancës për shqiptarët. Dikur ishin bashkë. Arben Taravari ka nisur një format të ri komunikimi me qytetarët të titulluar Hajde fol me Taravari, ku përmes videove në rrjetet sociale ajo përgjigjet pyetjeve të publikut. Ideja prezantohet si përpjekje për të rritur transparencën dhe për të krijuar komunikim të drejtë pa filtrin e mediave. Unë them edhe këtë. Ai shkriu partin, e shpërndau, dhe do shkrihet të formojnë, të nuk e di se për çka e bën këtë. Por megjithatë, kjo qasje nuk është diçka kritere për Taravari. Gjatë kohës kur ishte ministri I Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ai promovoi sistemin digjital Terminin, I cili synonte të lehtësonte komunikimin e qytetarëve me sistemin shëndetësor. Edhe atëherë teknologjia u përdor si mjet për të afruar institucionet me qytetarët. Mirë po, edhe. Dallimi sot është se komunikimi digjital po përdoret në një kontekst politik. Në një epokë kur politikanët gjithnjë më shumë anashkalojnë media tradicionale dhe komunikojnë drejt për drejt në rrjetet sociale. Formatet e tilla shërbejnë jo vetëm për dialog me qytetarët, por edhe për ndërtimin e imazhit politik. Prandaj pyetja kryesore mbetet, a do të jetë kjo platformë një hap real drejt llogaridhënies publike apo thjesht një tjetër instrument I marketingut politik në epokën e rrjeteve sociale? Pra, edhe për Arben Taravari më thotë, goje, no goje.
çfarë nuk ka thënë, çfarë nuk ka bërë dhe nuk kisha pyetur edhe diçka. Arben, sa është tarifa e një kontrolle? E këtë e di se e bë. Okej, jo për mua, po pyes për një shok, ai pyet ty të ta paguajnë dhe të dërgojnë, t'ja bësh vetes një autotest. Një autotest. Nuk ka asgjë tjetër sot diçka shumë interesante përveç se protestës së lidhjes së sindikatave. VMR-ja tha ka organizuar LSDM-ja, lidhja e sindikatave tha nuk ka jetesë pa 600 euro rrogë, sepse 200.000 punëtorë që gjenden në sektore të ndryshme janë para dorëzimi pra. Fukaralloku vetëm sa vjen e shtohet. Ka diçka tjetër pra, ande ke kontrolluar çdo gjë që është në mbrëmje, që vjen si e fundit. Ka një lajm mjaft interesant prekës këtu në Tetov. Një vajzë 20 vjeçare pas ka rënë nga balkoni. Policia e Tetovës ka dalë me njoftim e kështu me radhë. Pra, edhe një herë. Ishit me Mesut Shabanin në podcastin Mesut Shabani. Por para se të ndahemi, do kisha thënë edhe një gjë. Nëse ju ka pëlqyer apo ju pëlqen video, bëni një subscribe. Nuk ju kushton asgjë. Mua po, sepse YouTube-ja ma shkruan plus. Okej, ju përshëndes, dëgjojmë nesër mbrëma.